me vite problematik. Saj shumica flasim për armë bërthamore, por Irani me të vërtet nuk ishte ashtu se kur është fol për ta. Irani ra për 3 ditë, për një javë ditë, domethënë pozicionet e tina luftarake, mbrojtja e tina, e gjithë sistemi ushtarak, domethënë Tu kisha lutur se ta aprofundoj, Për 3 ditë, fatmirësisht. Të lutem vetëm ta aprofundoj. Nuk ndërpreva. Do të shpërthej lufta e tretë botërore. Është problematike. Irani Trumpi heziton, nuk po thotë. Nuk po thotë, se di shumë mirë se çfarë do ndodhi. Irani, fatmirësisht Irani do ta falenderoj Izraelin. Populli i Iranit brenda disa ditëve shpejt do të jetë falendërues për këtë luftë. Dhe kemi një video që do doja regjia ta lëshonte mbrapa në LED edhe për të kuptuar pak a shumë dhe për çfarë bëhet fjalë. Dhe mund të vazhdoj? Lufta në fakt Izraeli ka sulmu Iranin në bazat ushtarake. Irani ka sulmu në civil. Ka vrarë 300 shembjen e 300 civil ka vrarë më shumë. Irani ka vrarë 25 veta, ai ka vrarë 300 gra pleq. Ato janë baza ushtarake edhe është luftë. Baza ushtarake ka vrarë edhe Mon Kresen, ka vrarë gjysmë hanën. Por edhe Irani ka bombarduar dhe ka vrarë. Me pranu këtë narrativ për një element, për shkak se ne peshuam veprimet e Izraelit në Gaza. Janë ekstrem të papërfillshëm që civilit, edhe tash ta prezentosh Izraelin kënd se kujdeset për civil, o pak... Përsa e përket çështjes në Gaza, as pak nuk është e vërtet ngjarjet të cilat thuhen në përgjithësi, vetëm ta shpjegoj vetëm një sekond. Gaza është vendi ku Irani me të vërtet ndër vite e ka mbështetur terrorizmin. Vetëm lutem. A ju jeni tu mendue do kripto hebrej? Ja, ne po flasim me fakte. Doni që ne gjithë bota edhe vetë hebrejt janë duke e hangër këtë karem kjujin kënë se Izraeli demokracia vetë me Izraeli ushtria ma e drejt në botë. Unë duhet ju bëj një pyetje direkt. Tribunal në Hagës, duhet ju bëj një pyetje. Terrorizmi më bo. Kovaçi nuk pa arrit që dëgjoj. Kovaçi nuk pa arrit që dëgjoj. Vetëm nëse flasim pak me radhë sepse kam pamundur dhe unë të monitoroj dhe të kontrolloj çfarë po ndodh këto. Ne duhet nëse na lejojnë që të bisedojmë. Hamasi në vitin 2006 ka fituar zgjedhjet në Gaza. Që nga ajo kohë, na le të bisedojmë edhe të jep mendimin tanë. Që nga ai vit 2006, domethënë, është sulmu mbi 20 herë Izraeli nga palestinezët e Gazës. Ajo janë fakte, kam përshëndrimin me 20 vjet më burr, ha bitëm çfarë narrative për ndjekë edhe ti më burr. Dhe gjitha këto kanë qenë me mbështetje nga Irani, janë fakte, argumente që vërtetohen. Pra ka pasur mbështetje nëpërmjet Iranit. Fatmirësisht, kjo punë është në linjën mese është ka mbyllur, domethënë në mënyrë terrorizmin e Siri ra, terrorizmin e Irak ra, Egjipti është tërheq. Irani këto ditë do të jetë falendëruar sa më shpejt popullit të Izraelit. Edhe mos harroj ta them edhe një gjë. Izraeli ka sakrifikuar edhe për botën që ta mbrojë nga terrorizmi, për popullin e vet. Mandja do të jetë e çuditshme tash kur ne i shohim protesta burra dhe gra në Iran, duke falendëruar Izraelin për lirinë nga regjimi. Ja ku kemi një të tillë që ndodhe vetëm ditën e djeshme, lutem çfarë demonstratat e hebrejve kundër Netanyahut edhe kërkesa e tyre që të shkarkohet Netanyahu, nuk po e shihni ato si vlerë e cila do t'i jepte botës paqe. Këtu kemi një video që ai është një kriminal lufte, një me thonë idiot ekstrem, i cili do të qoj botën në humner për disa perceptimet të tija manjake, edhe ju tash dini, a dini qka kishë ndodhë nëse unë e ti, ishëm konë sot në Izrael, unë e ti, për shkak se jem amalek për ta, ose jashqitje qani për ta, nuk të kishin lonë me hi asë në strehimore. Asë në strehimore së kishin lonë së kur që të shojmë idën që që kanë inkuadru. Asë një punëtor të cilët janë duke shku me hy në për strehimore, këta hebrej, këta cionista nuk i lonë me hi asë strehimore. Unë e ti i shumë konë jashtë,
si jashqitje qeni. Ita, të lutem, po mund të argumentosh Në përgjigje, një ditë e thash, 20% musliman në Izrael që shteti kujdeset për ta ata i kanë gjitha të drejtat e plota, si asë një komunitet musliman në botë. Besën, a përmenoni këtë botën budallash. Kripto hebrejt, kini mu gjusi leck, kini me kry një detyr, një propagandë ekstremet pa drejt, edhe në fund ka një qitë si lecka se nuk ju pranojnë. Ju nuk mundi mu bo hebrej, se s'ju pranojnë. Prandaj vetëm do të shfrytëzoni si lecka për pastrimin e gjithë i cili po ndodh pi Izraelit në krejt lindjen e mesme, edhe në fund do t'ju hedhin si leck. Mirë, Ita, i hedhin si leck, i trajtojnë të tillë, ata që nuk janë hebrej, Izraelitët? Tash do t'i shumë do të krokodili për i kësaj, kinse zemra saj, shumë e lëndër. Pak konsiderat për një grua e cila ndodhet në zonë lufte, pak konsiderat për një grua e cila jeton në një vend lufte. Dhe respekt që është duke u inkuadruar me neve në këtë emision. Edhe duke që propagandë sioniste e cila është tomi maj madhe cili bohën. Ju mendoni kështu, aja mendon kështu për juve, andaj jemi këtu me mendimet të ndryshme dhe shikuesit ju gjykojnë vetë. Ita? Bota të gjykojnë. Ita, po. Më vjen keq kur dëgjoj një debat të tillë që vërtet që pesh përfaqëm të vërtetën nuk respekton ti njerëzit që janë të ftuar. Shko të regoju këto popullit të Gazës këtë respektin e ju. Dhe natyrisht në këtë moment që unë dua të sjell diçka, jeni të i vratë mirë, të ke marë mirë për mushë, të cilët i denoni me uri. Unë nuk ju shikoj, po zërin ja unë njof, dhe nuk emocionohem nga kjo pikë. Jo, se kini... është e drejta juaj të mendoni atë doktrin që ju mendoni. Por... Po qatë doktrinën? A ishte ti që